Gjithë shoh. Pa mrekulli teknike. Shiko, është për t'u habitur edhe një frym edhe vet perëndimi po friksohet nga arritja teknologjike të tyre, sepse ata kanë investuar shumë në kërkim. Domthonë, e marrën atë barsaletën kinezit që bote shurrën çaj. Po, rusi me shqiptarin e rrifshin gjithmonë, dikur tani ky është kreti, çata rrafim akoma. E thanë zot rrafim, shumë mirë, tha se unë do t'i bëj më shurrën çaj, tha. Edhe shumë mendoj që këta në që ndërsa bota bërtiste, këta kinezët, ciu miu, këta që rinur, ata kanë investu në mënyrë të jashtëzakonshme në kërkim, në universitete, në kërkim. Jo, tani, është, ndoshta duhet flasim tash për këtë, sepse vërtet bëre mirë që hape. Nuk është. Po jo, nuk kam qefta ashtu, se kam hallin, duhet me mbyllë këtë punë e gjinive. Është gjënon se gjinit aty janë. Se më kujtu e ti u që do ta shmangësh. Jo, më kujtu kryetari i fundit i Tiranës, i Tiranës i famshëm. Albert Broka. Jo, i fundit, masane pas 90-s erdhën tjerët, ishte ai më burr. Tafaj. Po, Xhamal Tafaj. Jo ka qenë ministri i ndërtimit ai. Jo, erdhi për Tiranën në fund. Ashtu, Po, do bote si Kairo. Po, utallë që ti po alasi kanë bërë dritat aty, po mirë. Ka dy gjona shumë të bukura, të dy edhe të them tash se janë shumë të bukura, se janë të fundit nga komuniteti, aty ku kanë pas rrot në men. I shkon njona në zyrë. Hajde, thotë, ai shefi, thotë, më tha, o kurv. Si më tha shefi kurv? Po e tha një ta më në telefon. Si e fleta shuti? Qa kam folë më? Po si me i ke thonë tjetër s'kur? Po këtë që më pëse kushtë aty më? Kjo kur më? Edhe kishtë tjetër, do i shpjegote tani, se kjo është më e bukra. Do i shpjegote tani, si i thanë ato, ishim po punonin këtu ke Shatërvani mund qëndër. Edhe i tha, një me blënjat, pastaj me që e hape. Kjo është e bukur fare, kryetar tha, si është kjo punë e vetë administrimit? Sa i ka qenë i pari që i ka vënë vullën kësaj. Atë vetë administrimit. Më bukur se ka shpjegua se ka shpjegua as në Rusi. As Tito, ja? Jo, një gjotha. Dhe të shi tha kena hëngë mutin tonë, të shi do hani tuin. Me dy lafesh. E qau që më të vaj. Ka qenë një shumë punëtore, pa shumë zhjutë për shumë popullore, po. Më kujtovi një me blënjat. Blënjatët dihet që e kanë gojnë e rëndë. Do më thënë është kanë qënë, se të nani janë zbutur edhe ata. Nuk pinë më ufu, pinë vetëm vaj u liri. Kishin vajur dy goca nga Tirana, e kishin dëgjuar që e kanë gojnë e rëndë njërën e tjetër. Edhe ullën aty të pinë kafe në një klub, edhe nxjerrë njëra paketën, vlonjatët të ullur të tavolina tjetra. Edhe thotë, o quna, keni për të ndezur, po si zonjë, thotë e qohë, tak, edhe i ndez cigaren. Doni cigare, thotë, jo, kemi tonë, faleminderit. Më i thotë, jo. Shoqët, e shikon që flatë, ja fusin kotë për blënjatët që janë ashtu. Po, pra për t'u habitur, i thotë. Ndërko, o kamarierë, që atyre 2 kurove kafe, thotë. Idiot, idiot. Isha, nuk na për... Nuk na për misionin, por që i bëjnë. Më duke se ka nëdhi këngtaj, po kjo tjetra tha edhe i tha kështu, po kjo tjetra do e ndesin? Okej, që ka... Do e ndesin kjo? Kata janë, do të... Pra tani, të Kina ka ndodhë diçka, sepse atë pak të në ta e njofi qik, ka ndodhë diçka shumë ndryshe. Në udhëheqjen kineze janë 9 inxhinierë. Po, byra politike. 9 inxhinierë. Nga elektrik, mekanik, ne. Atë sqaroj dhe i hera dhe për gjinin, që ne për gjinin do flasin. Për gjinin shkot. Jo, nga që përmendën këto fjalët, po
ndoshta është herë e fundit që mund të flasim kështu me gjëra, se mbrapa kush e di çfarë ligji del. Vazhdo. Prandaj edhe e lëshuam çik gojë. Po. Për nënt inxhinier, ku ke nënt inxhinier në byro politike, dhe shpjegoi shumë bukur Eric Lee. Eric Lee është një ndër kokat të paktën e Amerikan. Eric Lee është kinez me origjinë. Okay. Po që businessman. Shumë fuqishëm. Të kuptohemi, nuk është i lidh fare as me parti, as me kështu, po e njeh shumë mirë gjeopolitikën, e njeh shumë mirë, nuk e është se e njeh gjeopolitikën se do me njoh politikën, e njeh gjeopolitikën se ja to puna. Bravo. Njeh biznesin. Dhe e shpjegoi shumë bukur, ja shpjegoi biles një anglezi. I tha, ne tha kemi 9, në një show amerikane. I tha, ne tha kemi 9 inxhinier në byron politik. Ju tha i keni avokat gjithë. Jurist. Ju tha dini me i dhon gojës, ne dini me i dhon punës, sepse është, po ja u shpjegoj tha ndryshe. Një inxhinier, një profesionist, në momentin kur ka një problem, truri tyre, për shpjegim shumë i thjesht, truri ty është mësuar se si t'i japin zgjidhje këtij problemi që ti shtro. Dhe çfarë do problemi tjetë ai nuk shko me sa keq kanë. Si t'ia fusin ti me një gjë. Po gjëja e parë që se si funksionon truri aty njeriu, edhe është shumë e vërtet, këdo të pyetësh për shembull, nëse janë profesionist, ai nuk thotë, bo çat ndodhet një gjë, merr tek shko këtu, bo këtë, i ke mjeku për shembull, fundja. Dhe thot ai në trun e tij është shumë domosht është ndërtuar komplet tjetër setup. Setup aty është vetëm për zgjidhje, si mund ta zgjidhim këtë problem. Kurse ju tha e keni si mund ta zvarrizim, si mund ta pengojmë tjetrin. Që ti marrim. Si mund ta nxjerrim tjetrin keq. Dhe kjo si mund ta nxjerrim tjetrin keq ka në 35 vjet që panes po bëhet as Europa. Është puna e tij që kur rrshqet se po laj dyshim në një supermarket, son avokati thot na këtë, dhe hajtë bëjmë ca foto të ashtu që ti marim që rëshqitet. Eksaktësisht. Kurse ai tjetri thot një gjë, thot, hajtë ti vejmë një dy gjona këtu në shkallë që mos rëshkallësh më, edhe e në i palë syze. Se këtu e kishe tabelën të plasë që nuk më kujdes se to e lartë. Dhe pavarësisht humorit, kjo është një vërtetë